Të mërkurën është nata e Kadrit dhe sipas fesë islame, agjërimi në këtë ditë konsiderohet i vlefshëm sa 1000 muaj. Për këtë arsye, numri i personave që agjërojnë është shumë më i madh se ata që agjërojnë gjatë muajit të Ramazanit, thotë kryeimami i Kukësit Emirion Vataj. E një veçori e muajit të Ramazanit që e bën edhe më dobishëm atë është nata e Kadrit, për të cilën Allahu xhelle xhelaluhu thot në Kur'anin famlar që është më e vlefshme se 1000 muaj. Diçka e përkthyer në jetën normale të një njeriu, 83 vite e 4 muaj. Por nuk kufizohet me këtë, pasi Allahu xhelle xhelaluhu e lën që të kuptohet se ajo është më e vlefshme. Më e vlefshme se 83 vite, çfarë do të thotë? Më e vlefshme se një jetë për njeriu. E ai njeriu që e zën këtë natë dhe të falet së bashku me imamin, pra prirsin fetar, atij profeti alayhis salam i ka dhënë mushdenë se do t'i falen të gjitha gjunahet e së kaluarës, për të cilët çdo njeri i kësaj bote, sado me pak gjunahe, sado i rregullt të jetë, ka nevojë që ta ketë një rikupërim në jetën e tij. Është gjithashtu nata ku vargjet e para të Kuranit ju shpallën profetit islam Muhammed dhe cilësohet si një natë më e mirë se 1000 muaj. Nata e Kadrit shënon zbritjen e Kuranit në tokë dhe fillimin e shkrimit të librit të shenjtë. Nata e Kadrit është e vlefshme pra sepse i jep njeriu begati, i jep njeriu mundësi që ta adhurojë Zotin e tij në një periudhë kohore shumë të shkurtër dhe të marrë sevapet të mëdha sikur ta ketë adhuruar tërë jetën e tij. Sipas klerikëve, agjërimi dhe lutjet ndaj Allahut në këtë ditë përcaktojnë fatin dhe jetën e njeriut gjatë një viti. Nata e Kadrit vjen me bekime dhe mëshirë të Allahut, ku mëkatet falen, lutjet pranohen dhe se dekreti vjetor u shpallet engjëjve që e zbatojnë atë sipas mirësisë së Allahut.